Dikush që ma qëtë postën private, në publik, ati njeri mo nuk I besoj, a I pa ftyrë, I pa besër. Po, ma zoti Batushi, që kam I thonë zotit Abdigjiku që pak orë me argumente, zotë Kosovë, me argumente politike, thuj shiko, e vërteta është që kjo jom gjanje mu balavashu ku donin, cilin do studio me zotin Abdigjiku. Në munges zotit Abdigjiku a e nëzirë postën private, gabim pasha trukën. Po, ama pse zoti Abdigjiku s'ken gjendje me thonë që ka një të vërtet aty... Komunikimi privat është I mbrojtun me ligj. Po, bajtona. Zoti Abdigjiku pse s'ka mujt me dole me thonë që po ekziston një vërtet aty, po s'mujmë na vi fol që të gjitha për publikun ose momentalisht. A që besu të janë se I punën shpetat Kosovë? Veç është një situatë. Me thonë që unë po thonë, zoti Abdigjiku e ka një organizatë që udhëheqet cilën e ka në zgjedhje. Dhe ekzistojnë për disa fqesi që zbën me dalë publik në brenda organizatës, këtë bota funksionon. Po, absolutisht po bajtona, po jo edhe me dalë me thonë Halili Porrat. E kanë qitë pozicion të kesh njerin. Kush s'ka thonë? Po, a I ka thonë unë s'kam qenë në djeni të kësaj marrëveshje. Mesazhat thojnë diçka tjetër, zoti Batushi. Veç shiko se ka edhe selektim I mesazhit. Ka të fshim, apo tash unë po çka si konvenon, na kemi fali. Ka një flasim çka kemi pa. Aty ka një wow edhe një faleminderit, po se di për ajo se mund di të jetë për për çka. Suareken ndoshta. Në rregull bash, po ka be selektim informacion. Jo, kishte qenë shumë I mëhershëm, I 15 prillit. Po bëj ajgore, po ideja është që na po flasim për ato çka dimë dhe kemi pa, unë s'më me dita çka ka fshi ose çka nuk ka fshi zoti Tahiri ose zoti Abdigjiku. Unë po flas në idenë që edhe zoti Abdigjiku ka mujt në debat. Kur në parim ka dole ka thonë... interval shihet në faksimil, ka intervaler që fshim me diçka, një komunikim, e qetë veç to që a I menon... është thirrje. Jo, një thirrje, jo është po janë edhe dy mesazhe, fshime. Më falë që e posh. Ku e ke bajt, na jep ato... Prandaj, ku ka me mesazh fshim... E ku që është thirrje e humbun. Edhe e dyta është thirrje e pranume. S'ka fshimje, Halil. Jo, këto janë... S'ka fshimje. Lexoja nga thirrje. Po më thonë është në atë metodën që të fshihen mesazhet, që mos të truhen edhe. Aja ka po me njëherë print screen. Po të lutem. Po të lutem, nuk u zbulu ndonjë gjë këtu. Jo, nuk u zbulu. Ka fshimje, më fal. Po veç fat që mesazhat zhduken mas 20 minuta. Ka selektim. Ja. Çaty, Halil. Pas 1 minutë. Veç që ku e kem na pak ma 3 Unë në rregull bash, po s'kemi për nevojë me ata. Jo, unë absolutisht pajtona. Unë përndryshe si kuptoj këta njerëzit që I kanë në WhatsApp-at e Viberat që ju fshihen mesazhet. Pse? Pse duhet fshihen? A di pse? Se politikanët nuk ju besojnë fjalive të njerëzve. Pse duhet mi fshi? Po shkak që del një dikush edhe t'i qetë. A din? Do më anë kjo një frikë totale, kujdes çka po shkruan, po ka dalë mos me çka flasun me miqtë mi, me shokët e mi, publiku s'ka asnjë interes me ditë. Po më shkruan me një... Po më shkruan, ma jep edhe një print screenin, po ma jep print screenin, pra kjo nuk është print screen I bom. Kjo është I fotografimi I telefonit. Fotografimi I telefonit, sepse nuk mund bëhet ndërkohë që Lumir Abdigjiku I pas ka mesazhet kështu që të fshihen. Po daj, aja ato janë me komon, që thot fshihen pas 15 minuta. Edhe që s'ke drejt as ti bësh print screen. Pse duhet të ketë frikë për këtë? Pse duhet të instalohet lider politik? Pse duhet apo ja? Ka diçka për të fshirë? Me këtë drejtim gash apo çfarë? Komplot, nuk është... Po, ka be konfidencialitet në komunikim. Kujdes, po problemi nuk është bërë kjo e raport, të më thonë LDK, po ka shumë problem me WhatsApp-in dhe me Viberin. Edhe I kisha preferu që të kalojnë në një farë... Pa që I ka ndollë edhe qeverisht të komandu kekun. është e vërtet. Po ma shumë... Edhe LDK me votat atëherë. Le të kalojnë TikTok? Po i naj kanal ma stabil. Naj kanal ma stabil, për këto që e ka bo mu shty mesazhet për 1 minutë, për 10 minuta, nuk është e ka më shkry. Po, kjo është kujdes I shtuar në sigurinë e informacionit, se do thot po shife që po del, sepse zoti Tahiri është antar ende I kryesisë. Edhe ka qenë kandidat, edhe njëri besuar dhe ka përkrojnë zotin Abdigjiku, s'ka pas për supozuar. Po këtu pa... Njëri I parë që ka mbështetur publikisht Abdigjiku është Xhafer Tahiri. Po që mund të thua që forma që ka zgjedhur zoti Tahiri për të mbrojtur me u këshyr kështu nga distanca këtë ftoft, nuk është maj mira në fakt që I kanë zerë këto private. Po ka qenë I mbështetur për muri. Se një natë ma herët,
e ka qujtë Qyqan edhe ka rajt zoti Abdigjiku kur ka thonë Këtu është, absolutisht, kjo është problemi. Mos i thuj ka rrejt se mund të provokohet, pastaj Pani mund da të bëjë një incident. shtymi me boksa. Do më thonë. Prandaj, kur ti një natë më herët, thu, nuk e kom ditë, edhe sun ka vetë, e ka me qunë disiplinore, e ka me thirë ganin me ngre zhag, atë Qyqan, e tash ti mu kap zotin Tahiri që pas ka zgjedh një formë e kalzushe, që është ka thonë e so e vërtet o rren, nuk është kuti njëti matë. Në asë në rast, mos publikimi këtyre SMS-ve çdo herë do të arrin të fajtorë zotin Tahiri. Po, Tahiri, kështu që Po, për shkak të nuk mundesh me peshët se Po, kjo ka shkel ligjin, o koleg. mas pari, Shkelje ligjit do publikimi mesazheve privat. Po pajtona plotësisht zoti Batoshi, po shkelje pse etikës. zoti Abdigjiku nuk e ka menaxhuar pak më mirë që tu? Po këto është dosh zoti Abdigjiku me pas parasysh, kur Absolutisht. ka rejt një natë më herët, ka thonë në sekundit, edhe ajo Qyqan, edhe du të me ngre zhag. U dosh taj me mojt men. Gash timit kujdesshëm gjuhë. Ka gënyër, se ka thënë të vërtetën. Ti e bon Po zua, u vërtetuam një mesazh që s'hoqa këto. e bon analizën e problemit, e bon analizën tonë, po që analist si gazdohet drejt me i thonë dikujt po ka rajt një lideri, nuk e ti. Edhe kur ka rajt. Thashun Alel, thashun Alel. Jo, po, Faleminderit. Faleminderit që kom suporton Alel. Të e vlerësoj Të shumë. lutem, në qoftë se një natë më herët, jo vetëm zoti Abdigjiku, secili lider, pi Albin Kurtit, e deri te ai më i pafuqishëm politikisht, del një natë në një studio televizive, edhe kur bëhet pyetja ndaj tij, a e ki ditë që ka më shku kandidati yt me bë koalicion? Thot nuk e kam ditë, s'jam pyet, ka më shku disiplinore, ajo është Qyqan. Nesër më ai kandidat del fatkeqësisht duke i nxjerr mesazhet private, që s'është etike, nuk o fisnike, kush po rren këtu? A po rren zoti Tahiri, a ka rrejt zoti Abdigjiku një natë më herët? S'ka këtu gjuhë me ndrej gjuhën. Qysh kimi thonë rrenës ndryshe, apo korrekt, fjallor korrekt. Nuk e ka thonë të vërtetën zoti Abdigjiku një natë më herët. Se na e vërtetoj zoti Tahiri që se ka thonë të vërtetën një natë më herët zoti Abdigjiku. Pse se ka thonë të vërtetën, mendoj që është nevoja ta bëjmë analizën. Dhe krahas kësaj, ose ndërlidhur me këtë, vis-a-vis këtij argumentimi, sa indikon këto bashkëpunimet, koalicionet nëpër komuna tjera, ky incidenti i ushtrisë? Është problematike me thonë, nuk mendoj që mund me pas sepse kretë kjo sillet te PEA. Te kush? Te PEA, te Gazmen Muagjeri, edhe te bryllat politik brenda LDK-s. Ka që thjesht është kjo punë. Shembull, një koalicion, hajta marrim shembull, hipotetik, që zbëhet më sepse po duket që kjo është rrugë pa kthim. Shembull, një koalicion nëse ishte formalizuar vetëvendosje LDK, si do të ndikonte në Prishtinë? Tani ta shohim mbrojtjen e interesit në rrafshin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shembull, ose në rrafshin edhe në Pej. Po Edhe prandaj vende ku ballavaçohet. Po pse duhet me hangër qytetari i ushtrisë kët hak? Pse duhet me avon hakun Mitrovicës, Prizrenit edhe PS, kur nuk janë zgjedhje nacionale, po janë zgjedhje administrativo-politike për secilin komunë veç a veç. Pse duhet me bo via Megjithatë që zgjedhje politike. E bartin një frym, gash, nuk janë të izoluar ato. Është e vërtet, nuk ka izolim, por ka kufi autonomi. administrativ. Ka autonomi. Tash, në qoftë se kjo prandaj në analizën politike del kështu. Në qoftë se e mosim që vendime strategjike nga qendra mbi koalicionet edhe në zgjedhje komunale, duhet mu vendos prej qendrës, atër jemi në rregull. Prevalon mbi zotnon strategjia e interesit më të madh. Po në qoftë se thojna që kryetarët e komunave kanë të drejtë bojnë koalicione sepse janë autonom, atër ti çka po ban ti po shkel, ta zojmë mbi interesin e qytetarëve dhe të pushtetit në ushtri, ta zojmë për pushtetin Pej.